Përshëndetje të gjithëve. Paraqitem në këtë video pas sa kohësh për t'ju treguar një kuriozitet që sot më ka lënë pa koment. Fjala është për inteligjencën artificiale që të gjithë e kemi provuar në një farformë. Mirë po këtë që do t'ju prezantoj sot është e një dimensioni tjetër tashmë. Do të bëjmë një krahasim mes asaj çfarë mundem të bëj unë vetë në mënyrë manuale, që realisht është një punë e vitit 2018 para 7 viteve, dhe çfarë mund të bëj inteligjenca artificiale në të njëjtën fotografi për një kohë të paimagjinueshme. Fotografia ka qenë e shkrepur në vitin 1955. Kuptohet në një kamerë pa ngjyra. Ajo çfarë pata bërë atë kohë është pastrimi i fotografisë dhe improvizimi i ngjyrave, diçka që nuk e pata ushtruar më herët realisht, e pata bërë për herë të parë dhe rezultati doli mjaft i bukur dhe u pëlqeu të gjithëve. Tani të njëjtën fotografi do ta provojmë thjesht duke i shtruar disa rjeshta kërkesash inteligjencës artificiale dhe punën që unë atë kohë e pata bërë afërsisht për 2 orë, inteligjenca artificiale e bën në më pak se 1 minutë edhe rezultati është i pakrahasueshëm. Kjo ishte gjendja e fotografisë që e pata marrë dhe skanova, dhe ky është rezultati i asaj çfarë kam punuar unë. Dhe ja ku është video e procesit të përpunimit që mund ta gjeni edhe në YouTube, e kam të publikuar. Ka kaluar në për shumë hapa. Gjithçka është bërë në mënyrë manuale. Kuptohet me një hurit aq sa kam ditur në atë kohë. Dhe gjithmonë ekziston mundësia edhe për më mirë, por maksimumin që e po ta dhënë në 2 orë, rezultati arriti nga kjo fotografi të kaloj në këtë gjendje. Ajo që dua të potencoj është se bëhet fjalë po për të njëjtin program. Është Photoshopi, që shumica për juve e keni dëgjuar tashmë, kurse ne fotografët e përdorim prej vitesh. Mirë po sot dallon shumë nga fillimet e saj. Deri para pak kohësh, inteligjenca artificiale ka qenë në platforma të ndryshme. Photoshopi tash 2 apo 3 vite e ka të integruar vetë inteligjencën artificiale të vetën brenda programit. Mirë po ajo çfarë ka bërë javëve të fundit në bashkëpunim me inteligjencën artificiale të Google, e njohur si Gemini, ndoshta gjithë ju e keni provuar nga një fotografi të paktën nga programi i tyre. Tashmë Photoshopi bën një partneritet me Google dhe po e njëjta inteligjencë artificiale është brenda Photoshopit përveç inteligjencës së vet. Pra, inteligjenca artificiale nuk është prej dje. Ka disa kohë tashmë, mirë po pse pikërisht sot më la pa koment është dallimi në rezultatin që jep Google Gemini në krahasim me Firefly apo vetë inteligjencën e Adobe-t. Tani do të bëjmë krahasimin dhe tjetrën po aloj juve ta shihni vetë. Kjo ishte fotografia, siç tham, dhe ky ishte rezultati që kam mundur të bëj unë vetë. Tani të shohim inteligjencë artificiale çfarë mund të bëjë. Selektojmë gjithë fotografinë, këtu është hapësira ku ne i shtrojmë kërkesat tona ndaj inteligjencës artificiale dhe në versionin e ri të Photoshopit kemi përzgjedhjen e cilës platformë. Këto të dyja janë inteligjenca e vet Adobe-t, kjo ishte e vjetra, tash ka një version të ri, për këtë nuk kam hulumtuar ende, dhe kjo është Gemini, tash e integruar në vet Photoshopin. Kërkesa apo fjalët që do t'ja shtrojmë inteligjencës artificiale i ka marrë nga interneti. Është një kërkesë e thjeshtë, mund ta shkruajmë edhe me fjalët e tona, po kuptohet në gjuhën angleze funksionon më saktë se sa në gjuhën të tjera. Kërkesa është në këtë formë. Riktheje apo rikuperoje këtë fotografi të vjetër, sikur të ishte shkrepur sot në një kamerë moderne, digjitale, me një rezolucion të lartë dhe ndriçim. Bëje sa më të theksuar prapavijën dhe sa më reale. Dhe tani ne e kopjojmë të njëjtën dhe e kërkojmë
inteligjenca artificiale që ta gjeneroj. Të shohim se çfarë rezultati do të na jep. Dhe shikoni minutat. Është ora 1:43. Në më pak se 1 minutë rezultati do të flas vetë. Do me thënë, besoj që e kuptoni se pse kam ngel pa koment. Tash besoj e keni qartë për çfarë kam fjalën dhe pse kam ngel pa koment. Dhe e bukura e gjithë kësaj është se çdo kërkesë që ne ja shtrojmë gjeneron fotografi jo të njëjta. Do me thënë, çdo herë fotografi dallojnë njëra prej tjetrës dhe nuk ka asgjë të përbashkët. Disa prej gjenerimeve që i kam bërë më herët janë këto. Dhe ja ky është rezultati se çfarë mund bëj inteligjenca artificiale sot. Porosia ime për ta përmbyllur këtë video është që mos t'i kemi frikë inteligjencës artificiale, por ta përdorim në mënyrë për t'ia lehtësuar punën vetes dhe për t'i përshpejtuar proceset. Nëse pyesni mendimin tim se a do t'i zëvendësoj disa punë inteligjenca artificiale, mendoj që po, siç ka zëvendësuar shumë zanate, makineri dhe teknologji të ndryshme prej vitesh. E vetmja gjë që më shqetëson është fakti që shumë pak njerëz do ketë që dinë të punojnë gjëra të tilla me dorë, mirë po duhet të ecim me kohën dhe duhet t'i përshtatemi kohës. Për fatin e keq apo për fatin e mirë, nuk e di si ta them, është zhvilluar edhe në aspektin e videos. Dhe shumë njerëz edhe po e keq përdorin fatkeqësisht, por me siguri që do të ketë kriteriume dhe rregullore të ndryshme për t'i verifikuar ato dhe se si mund të përdoren në të ardhmen. Deri në videon e radhës, mirupafshim.